me qënë se kam orizin në dorë, në ndodhë që, hej, kur i hapim këto kutit, me gjithse ky është një ambalazhim perfekt dhe nuk lejon fare që të depërtohet aq më tepër dhe me ambalazhimi brenda në vakum që Skoti përdor zakonisht, që nuk ka shanse që ne leqës mbetet një herë, se gatuhet. Kemi pafund receta për t'i përgatitur, por në ndodhë që kemi ato raftet e bukura me kavanoza, ku duam të ruajmë produktet si makaronat, orizi, drithrat e ndryshme, e duam që të mos përveç orizit, drithrave, po me qënë se kemi orizin këtu, dhe ja do të vendosim. Të sheqerit, Po të gjitha. Të mos kryojnë ato... Ato mizat e vogla që bëjnë flutura më pas. Një nga mënyrat që ne kemi mësuar është që në këto kavanoza, këto kavanoza që do të vendosni drithrat, thjesht bëni ca toptha me letrën e aluminit që e keni në sirtarin tuaj dhe vendoseni këtu. Një përzierje të mirë, vendosni kapakun, përzierja duhet jetë e tillë që letra e aluminit të jetë midis në mes, diçka kështu e mbuluar, me orizin apo drithra ato, po me qënë se kishim orizin në tryez, e sollëm si shembull. Dhe vendoseni te rafti juaj bukur. Ky ishte një truk për të ruajtur sa më gjatë drithrat në dollapin tuaj, aq më tepër tani që edhe temperaturat janë rritur dhe këto fenomene ndodhin. Të tjera truke do t'i lëmë në fund, se kemi disa të tjera për ruajtjen mirë të perimeve, produkteve të sallamit e të tjera.